Një burr 64 vjeçar, i dënuar me vdekje për një vrasje që kreu 35 vjet më parë në Florida, sot është ekzekutuar. Sipas medias amerikane, Victor Tony Jones i qelloi për vdekje pronarët gjatë një grabitje në vendin e tij të punës në vitin 1990. I kapur i plagosur në vendngjarje, Jones u dënua për 2 akuza për vrasje të shkallës së parë dhe grabitje të armatosur në vitin 1990 dhe u dënua me vdekje. Jones u ekzekutua me injeksion vdekjepryrës në burgun shtetëror të Floridës, duke e çuar numrin e personave të ekzekutuar në Florida këtë vit në 13. Ky vit shënoi numrin më të lartë të ekzekutimeve në Florida që nga rivendosja e dënimit me vdekje në vitin 1976. Ai gjithashtu u bë shteti me më shumë ekzekutime në SBA këtë vit. Në të gjithë SBA-n, 34 persona janë ekzekutuar deri më tani këtë vit, me të paktën 8 të tjerë të planifikuar deri në fund të vitit.